إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të nderuar vëllezër, xhamartin, të nderuar besimtar, falenderojmë Allahun, selamet përshëndetjet i adhuruar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ekziston një sëmundje e vjetër. Ka qenë kjo sëmundje edhe në kohën e pejgamberëve. Edhe ka me vazhdu me qenë mesin e njerëzve deri në ditën e Kiametit. Kjo sëmundje, të nderuar vëllezër, e ka prek secilin prej neve. Ka prek edhe mu, edhe ty dhe gjithve. Por, nëse dikon kjo sëmundje e prek, ka mundësi që të hopë krejt kontrolin. Por dikon tjetër nëse e prek kjo sëmundje, ka vetë kontrol. Edhe pse preket nga kjo sëmundje, po prap e ka kontrolin. Sikur që thamë, të nderuar vëllezër, kjo sëmundje ka qenë qysh nga koha e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Kjo sëmundje ka shkatru dhe ka prish shoqërinë. Kjo sëmundje, të nderuar vëllezër, ka lënë fëmijë jetim. Ka prish gruan me burrin. Saqë, të nderuar vëllezër, kjo sëmundje i ka çuar njerëzit deri në vrasje. Apo vetë vrasje edhe kështu me radhë. Sot, të nderuar vëllezër, xhamartin, të nderuar besimtar, do ta përmendim me sin tuaj. Një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është shumë e shkurtë. Do ta përmendim me sin tuaj një hadith pejgamberit alaihi salatu wasalam, që ky hadith është nur, është dritë për ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Është i shkurtë. Edhe shkronjat e këtij hadithit janë shumë të pakta. Por ky hadith e ka kuptimin shumë të madh, edhe nga ky hadith dalin shumë mësime nga i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Po sikur ky ummet, kemi për qëllim na, ummeti jon, ummeti i fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sikur ta kishin praktiku këtë hadith pejgamberit alaihi wasallam. Sikur ta kishin lexu, ta kishin kuptu, pastaj ta kishin praktiku, kisha me thonë se asnjë krim s'kishte mu bo në rrezullin tosë. Asnjë krim. Të nderuar vëllezër xhamartin, të nderuar besimtar, e cila është kjo sëmundje? Çfarë sëmundje është? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala inna al-ghadaba jamratun fi qalbi ibn Adam." Ka thënë nervoza. Ç'kjo është ajo sëmundje? Nervoza. El-ghadab. Nervoza. Kush prej neve nuk ka nervoz? Ka thënë, ela, inna al-ghadaba jamratun. Ka thënë nervoza, ka thënë është si prush. Jamra. Në zemrën e birit Ademit. Në zemrën e birit Ademit. Ama ra'aytum ila jamrat ila humrati 'aynihi wa intifahi udajihi. Nuk e ke pa, dhe të pejgamberi selam, se dikush kur nervozohet, i skuqën syt dhe i fryet damori qafës. Ka thënë që kjo është nervoza. Pejgamberit alaihi salatu wasalam ju kanë skuqur syt të nderuar vëllezër kur është nervozu. Dhe ju ka dok edhe damori qafës. Po për shka është nervozu?
është nervozu pejgamberi alayhi salatu wasalam jo për dynja, është nervozu për ahiret, atëherë kur janë shkel dispozitat e Zotit. Kur ka filluar më bëh haram në fytyrë tokës, më adhuru dikush tjetër përveç Allahut. Kur kanë filluar njerëzit me mëkatu Zotin, pejgamberi është nervozu. Sa që kur hypte në hutbe, u drejtohej besimtarëve në atë kohë, sikur një komandant i skuqej fytyra ti, sytë e tij dhe i dilte damari për shkak se po shkilet urdhri i Zotit. Po bëhet mëkati në fytyrë tokës. Asnjëherë pejgamberi alayhi wasallam nuk është nervozu për çështjet e kësaj dynjaje. Asnjëherë. Po për çështjet e ahiretit është nervozu. Për këtë arsye, nervoza është dy lloje. Al-ghadabu mamduh wal-ghadabu al-madhmum. Nervoza është dy lloje. Lloji i parë i nervozës, i dhërimit është e pëlqyme. Nervoza e pëlqyme. Lloji i dytë i nervozës është nervoza e sherrit. Që njeriu e çon sherr. Ku e çon nervoza njeriu? Në rrugë shejtanit, në rrugë sherrit, rrugë krimeve, vrasjes apo vetë vrasjes. Kurse nervoza që është e pëlqyme, mu nervozu që po shkilet urdhni i Allahut, po shkilen dispozitat e Zotit. Në 40 vit në javë, do të më nervozu. Po, përfundimisht me nervozën s'kush më po përgjot, që ka të pejgamberi alayhi wasallam, nëse e shem një të keqe, men ra minkum munkaran falyughayyirhu bilisanihi. Ka thonë nëse dikush për juve e shem një të keqe, ka thonë letë mundohet me ndryshu me gjuhë, mo dhe pa mos e bërë. Nëse s'mundet me gjuhë, që s'ki kushtet, s'mundesh me gjuhë, ka thonë me dorë, po dhe me dorë s'mundesh, të të qyra t'i punën tonë. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi wasallam të keqen urreje me zemër. Kjo është imani më i dobët. Këto janë dy llojet e nervozës. Ajo që është e pëlqyme, edhe që është e sherrit, Allahu më na ujt pesa ja Rabbul alamin. Erdhi një njeri te pejgamberi alayhi wasallam. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah awsini. O i dërguari i Allahut, tha më këshillo. Dëgjoni mirë hadithin. Shkoi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah awsini, më këshillo. A di shka të pejgamberi, a di shka i tha Rasulullah. La taghdab. Tha mos u hidhro, mos u nervozo, wala ke xhenna. A beton xhenetin, mos u nervozo. Pastaj përsëri i tha, ja Rasulullah, më këshillo. Tha la taghdab. Mos u nervozo. Përsëri faraddada mirara. فقال يا رسول الله أوصيني. O i dërguari i Allahut, tha më këshillo, tha mos u nervozo. Të ndëruar vëllezër, dietarët islam kanë thonë se nervoza apo formula e nervozës. Çka do të thonë nervoz? Fjala nervoz. Na e dim që njëri kur nervozohet, do të thonë i mbledh syt apo i bën mrolat. Nervozohet, i kuqën syt, i det damari. Dietarët islam, kur janë pyet për nervozën, se çka është nervoza, ata kanë thonë se nervoza është gjema'u sharr. Kretë sherri çka ekziston, kretë sherri në fytyrë tokës çka ekziston, është e nervoza. Se pi nervozës fillon. A kupton të ndërruar vëllezër? Kretë sherri çka ekziston në fytyrë tokës, ka thënë, është e nervoza. Pse është e nervoza? Për një parking, njerëzit janë pa. Vetëm që ka thënë partizon parkingi së nuk ndash në i. I kanë nxjerr armët, apo armët e ftofta dhe i kanë mshur njëri tjetrit. Njëri prej tyre ka ndur jetë, kurse tjetri ka hujt burgin për gjithmonë. Çka ka qenë sebebi mesin e tyre? Nervoza. Nervoza ta prish mendjen.
edhe t'i hup kujtimet. Nervoza ta ul moralin edhe sjelljen. Se kur po është nervoz, në trupin tonë prit dikush tjetër. Dirigjon dikush tjetër. Ti nuk je çaj personi kur nervozohesh. Nervoza ka prish familje dhe familje. Nervoza u që buri e mbyti bashkotën e vetë. Nervoza u që djali e mbyti babën edhe nonën. Pastaj njëri u bjen pishmon. A çka bona? Çka bona? Pse më ndodhi kjo? Pse u bë kjo? Sa fjalë të shkurta. Hadithi është shumë i vogël. Hadithi shumë i shkurt. Tha ja Rasulullah këshillon. Tha mos u nervozo. Këshillon. Tha mos u nervozo, tha pejgamberi alayhi sallam. Qale ba'd al-hukama. Kanë thonë disa njerëz të mençur. Të na populli thot, kanë thonë disa pleqnar. Apo, të na populli thot, kanë thonë disa pleqnar, kurse në gjuhën arabe, qale ba'd al-hukama, kanë thonë disa njerëz të mençur, që kanë pas hikmet dhe butësi, kanë ditë me folë, kanë ditë me qenis fjalët. Ata kanë thonë kështu, idha ghadibta faqad tanazalta an a'zami ma tamliku. Nëse zemrohesh, nervozohesh, prej teje ka dalë gjëja më e madhe. Prej teje ka dalë, ka ikur gjëja më e madhe, ajo është ka thonë el-aql, mendja. Kur nervozohesh, u mendja. Kur e manë vetën, e manë mendjen tonë, logjikën tonë. كم من واحد غضب فهدم بيته. Sa për njerëzve kur janë nervozu e kanë prish familjen e vet. كم من واحد غضب فطلق زوجته. Sa për njerëzve janë nervozu dhe ka shkurrizu dhe ka devotsu gruan e vet, e ka lënë gruan e vet. فكم من واحد غضب فقتل نفسا معصومة. Se sa për njerëzve janë nervozu dhe kanë mbyt dikon i hak. وكم من واحد غضب فسب الدين. Sa për njerëzve kur janë nervozu e kanë shajt Zotin. Zotin e kanë shajt, diellin e kanë shajt, honën e kanë shajt. Sa për njerëzve kur janë nervozu kanë dalë mbi fejes edhe mbi dinit. Kanë bërë kufër. عند الغضب يضيع الحكمة. Te nervoza hupet butësia, hupet mendja. Njeriu nervozohet e ka hup mendjen, mos din çka fol. Pse? الشيطان ويتكلم الشيطان على لسان الإنسان. Sepse shejtani e dirigjon. Trupi i tij është si nervozohet e hup mendjen. Shejtani është në trupin e tij dhe ai nuk fol, po shejtani fol. Pejgamberi alayhi sallam 2 vjet i ka pa, kështu tu përlan, ja 2 vet, po përlan. Ky pjangë zonën ti, e ky tjetër pjangë zonën ti, tek 2 ju kanë skushur syt, i ka dalë damari, ju kanë dalë damat, edhe pejgamberi i shikon se çysh po përlan. Vetëm që s'pja qenë dorën njëri tjetër me imshu. A di çka tha pejgamberi alayhi sallam? A di çka tha? Pasukur njëri për ty në me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kishte mu largu shejtani. Veç me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, do të kishte mu largu shejtani, sepse shejtani ka qenë. Pejgamberi alayhi sallam ka qenë me Abu Bekrin, një gruaja, e cila se ka dash fenë dhe dinin, se ka dash Muhammedin alayhi sallam, nalet pranë Resulullahut edhe pranë Abu Bekrit. Por pejgamberi nuk peshe. Interesant, pejgamberi s'peshe. Ja ka po Zoti që Allah e ka ditë që tash kam i folë diçka Muhammedit alayhi sallam, mos po ngushtohet i dërguari i Allahut. Unë ndal edhe filloj me shajt pejgamberin. Pejgamberi kështu, pejgamberi aty. Abu Bekri u nervozu.
Tha e tha, çka po bëm kështu? Çka e tu për Muhamedit alayhis salam? Filloi edhe Abu Bekri i folë. Shkoja e gruaja, tha pejgamberi alayhis salam, ja Abu Bekr, pse të tha, ja ktheve? Derisa nuk ja ke kthyr atij me lashe e ktheve. Kur filloi ti, tha më ja kthy dhe erdhi shejtani. Jeni tha shejtani aty. Por ai gruaja nuk mundte me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kur njeriu e hub akli mendjen, shejtani është në trupin e tina, ai derijon, vallani. Allah më na ruaj për këtë arsye duhet të kërkojmë mbrojtje, sepse për shkak të nervozës bën krime të fytyrë tokës, për shkak të nervozës fëmijët vetë vesh një shuklak që të shkuaj. Për një sen vogël, keri ja ka grit pak. Ka pas rast një shuklak e ka qëtë në tokë, prej nervozës, keri që ka grit, fëmiju ka ndu jetë. Në moment, për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër ka thonë, "Laysa ash-shadidu bi-sur'a. Innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Ka thonë nuk është i fortë ai i cili e rrezon tjetrin fizikisht, nuk është i fortë ai i cili e rrezon tjetrin. Ka thonë i fortë është ai i cili kur bëhet nervoz e man vetën. Inshallah jemi për ty në janë për alamin. Nuk është i fort, ai i cili e rrezon tjetrin. Apo tani mërzu kush është më i fort? Unë të rrezoj ty ose të mërzoj mu. Po i fort ka thënë pejgamberi alayhis salam është ai njeri kur nuk e lejon që nervoza të udhëheq ato, por ai udhëheq nervozën të ndëruar vëllezër xhamatin. Çka do të thonë hadithi e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam la tadab. Mos u nervozo, apo? Dëgjoni mirë hadithin e Resulullahut. Erdhi ai sahabiu tha ja Rasulullah këshillon. Po do më mësoj diçka, do të mos u nervozo. Mos u hidro. Në gramatik mos u piklosh. Jo, në gramatik është mos u zemro, jo mos u piklo. Mos u zemro. Po kur se kupton mos u zemro, mi thon dikuna mos u zemro, prap më mirë është që mi thon dikuna mos u zemro se mi thon mos u nervozo, po çka kiti me mua. A mi thon mos u zemro, prap e zbuta kupton. Thuaj dikuna mos u nervozo, çka po nervozosh? Ku bëti çu shta kthe. A mi thon valla mos u zemro be. Më mirë pak, më mirë ndonjëherë mi përdor disa dhënie në gramatik, është më pastër më mirë se sa mi fol popullor që prishet puna pastaj. Hadithi e Resulullahut la taqdab, mos u nervozo. Nuk e ka kuptimin që mos u nervozo që ti s'mundesh kur mu nervozuar. Jo. Natyrshmëri është njeriu më nervozuar. Pa nervoz nuk shkon jeta. Duhet mu nervozuar. Ama kur duhet mu nervozuar? Nervozohemi në çështjet e ahiretit atëherë kur shkelen dispozitat e Zotit. Atëherë kur bëhet e keqja në fytyrë tokës. Ti ponim çka po bëhet e keqja më nervozu vetën tonë, jo më nervozu për çështjet e dynjas. La tadab yani لا تغضب يعني ايه لا تسلم نفسك للغضب. Mos u nervozo, hadithi e Resulullahut e ka për kuptim këtu, mos ju nënshtro nervozës. Mos u nënshtro nervozës. Se nervoza ku çon? Krim me bo. Në moment bëhet. Po gjepet deri 10 minutë, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pa telefon. Jem kom ulu, ka thë Resulullahut. Edhe ullet s'kalon, ka thë shtriu. Nëse dhe shtrit nuk ka në nervoza, ka thë shko me rates. Largohet shejtani. Hadithi e Resulullahut mos u nervozo e ka për qëllim mos ju nënshtro çka nervozës. Ibta'id an musabbibat al-ghadab. Largoju prej shkaqeve që ty të çon deri tek nervoza e keqe. Nervoz mbi nervoz. Njerëzit janë nervozur shumë, kanë ndruar jetë, kanë vdek. Njerëzit çfarë që janë nervozuar për çështjet e tyre familjare, ku e di?
kanë thonë i ka ra pika në zemër. Shkoj njëri, nervoza tepër, vdiq. Pejgamberi që çfarë fjalë madhe ka thënë. Mos ju nënshtro domethënë nervozës, se nervoza ku çan ngrime. Nervoza është domethënë këtë sherrat janë tek nervoza. La tatakallem wa anta al-ghadib. Kur mos fol nëse ti je nervoz. Wala tatasarraf wa anta al-ghadib. Ose kur mos vepro kur je ti nervoz. La تجعل الغضب يقودك. Mos e bën nervoza ty me udhëheq, me të marrë përpara, po bone që ti nervozën me kontrollu. Mundesh po nervozu, po kontrollo nervozën. Mos eksplodo. Mundesh, nëse nervozohesh shumë, eksplodon. Hupish logjikën edhe mendjen. Ti mundesh po nervozu, po merr vetë kontroll. Sepse e besimtar, sepse e musliman, ki porosit profetike, e ki e Kur'anin përpara, ki e zgjidhje tek dini dhe tek feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajeti Kur'anor, surat Ali Imran, ajeti 133, 134 dhe të Allahu subhanahu wa ta'ala, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dhe të Allahu subhanahu wa ta'ala, kapi njerëzve që nervozën e majnë mrena. Nuk e shpalosin, nuk e qesin, nervozon, po e majnë mrena. Edhe në anën tjetër, njerëzit i falin. Gjithkush nuk mundet mi pas këto cilësi. Të ka thonë gjithë shka, të ka shajtë, të ka po, ti e nervoz. Pastaj, vetimën tonë, ti dhe ti mundesh me ju hakmarë, dhe ti mundesh me bo diçka. Po, për i zatë Zotit, Stefan. Pastaj tjetra me dhysh e kom falë. Allahu që ta njerës të danë. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah na përfitune ja Rabbel Alamin. Allah na udhëzoft edhe na përmirësoft. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu me na mundësua të gjithëve neve që mu hidhru edhe mu nërvëzu tek çështjet e fejës dinit Allah azza wa jall. Atëre kur shkelen dispozitat e Zotit bëhet faqe zillopën në fytyrë tokës mu nërvëzu, por për çështjet e dynjas mu nërvëzu. Të na është një fjallë popullore, plak është para vaktit. E mos u plak para vaktit, e mështetju Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu ne kime ty, e kullu ma të sma'un, wa astaghfirullahi li wa lakum, astaghfiruhu innahu ghafurur rahim, thun yastaghfirullahi fi lakum dhunubakum wa akhudhu wa alhamdulillah.